Qarkullimin e kemi mbi 2 milion, e sa tani prapë se kam lëshu Zvicër. Sa vjet e kon Zvicër Xhavat? Po dikun një 15 vite. Po, kur jam kthy për Zvicër, kam punu mas pari për këforin Gjerman, këforin Austria dhe këforin Zvicran si përkthys. Por ne jemi në ngritje vit për vit dikun 20% me ato që në vit që lëna. Çdo vit. Çdo vit, edhe kjo na baneve krenar. Tash përfaqësojmë 10 kompani të huaja. Këtë Evropës, sa? Çfarë janë më të mirat për energji solare? I keni të muqa. Ne kemi disa lloj të panelave fotovoltaik. Kush do qeni lodh për rrymës dop, keni biznes, keni kompani, sot ju hec me rrym, e thërni muqa solar, edhe i keni brendet ma të njoftëra të Evropës. Që janë para diplomimit vinë kryn praktik tek ne, dhe ne çdo student e paguajmë me pagën minimale në nivelit Kosovës, jo që jemi të obligum, por vetë si kompani japmi. Zoncave, për shembull në komunën Suarejkës, të shkollës teknike Sende Lorasi, vinë zoncat kryn zanate, domethënë zanat 3 vjeçare, ku për ato 3 vjet, ai nxan që kryn të na zanatin është i gatshëm për treg. Për treg. Është instalos me plot kuptimin e fjalës. Do thotë Kosovë i njoh me vendet më të zhvilluar në nivel të Evropës. Në atë sistem po mundohemi me promovë në Kosovë që... Përshëndetje për krejt, sot kena ardhur me vizitu muqa solar këtu në Suarek, jena të depo kryesore në Suarek. Muqa solar mirët me projektimin, instalimin, servisimin, mirëmbajtjen edhe legalizimin e sistemeve solare për energji të ripërtreshme. Kush do qeni lodh për rrymës dop, keni biznes, keni kompani, sot ju hec me rrym, e thërni muqa solar, edhe i keni brendet ma të njoftëra të Evropës që këta vini montojnë ju rrinë gati. Hajde hi me këshyru mrena, është në aprit pronari edhe të këshyrim shaka më në thonë që so vjetë mirët, për ndryshe muqën e keni edhe në Prishtinë. Hajde hina. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhët. Qyshi? Mirë. Aje mirë? Mirë, ju si Aje lodhë? Unë s'lodhëm. S'lodhësh as dilëna? As dilën. Këshere pedant. Me mundohem. pas po dikush para 30 minuta nuk ish besu që i veshësh ishtu pedant, a? Ka mundësi... A kjen të ishat punës para 30 minuta? Kesh të ishat punës. Edhe dilën? Edhe dilën. U dash me kry një pozicion që na ka mbet javën e kaluar prej stafit, që s'mundin me përfundu. Edhe sot e dilë, tashma mi shkojt mira pak ta kry qatë pozicion, do më thonë, po bëhen fjallë për do konstruksion, kur ne konstruksion e para përgatitemi për projektet që i kemi në vijim, kështu që thash te kry se tonën e kanë të gatshëm. Normal. Kështu që na pronart nuk kemi orë, sepse na duhet me punu 24 orë 7. Pa pushim? Asnjëherë. Apo na prezentohesh mas po? Unë jam Xhavat Muqa, jam pronar i firmës Muqa Solar, i lindën në vranisht të Suarekës, i rritu në Zvicër dhe prej Zvicrës, pas lufte, kam lëshu Zvicrën për me hap biznes. Pas Zvicrës? Pas luftës e kam lëshu Zvicrën. Sa vjet e kon Zvicër Xhavat? Po dikun një 15 vite. 15 vite. Edhe s'të knaqë, ja? Jo. Tasht, realisht, jam të e bo një parloj thirrje publike, do më thonë nga për media tjera që dalë, edhe ju thamë që çdo i ri i Kosovës që e ka potencial, që mundet që mendon me ndihmu vendit vetë, është mirë me lëshu perëndimin, me ardhë dhe me investu në vendit tyre, për shkak se patriotizmi nuk është vetëm për ata që kanë luftu, realisht kemi respekt shumë të madh për ta, po unë mendoj që sot është patriotizëm edhe ata që e dojnë vendin e tyre dhe vinë me instalu një sistem të tillë që e kanë në perëndim dhe me ardhmë me punu në Kosovë, pse jo ta binë një eksperiencë perëndimit në Kosovë, ashtu siç kanë provuar vetë. Apo na kallëzën që ke nisë në Kosovë kur e kthy pi Zvicrës? Po, kur jam kthy pi Zvicrës, kam punu mas pari për këforin Gjerman, këforin Austria dhe këforin Zvicran si përkthys, 6 muaj. Ka qenë diçka për mu që kur njetë se kam paramendu, por ka qenë një eksperiencë jashtëzakonisht e mirë, sepse aty e kam pa çka ka nevojë Kosova, dhe unë me vëllain më herë pas 6 muaj e kam lëshu këforin dhe kemi hap biznesin ton si Muqa, domethënë në Muqa, ku aty jemi marrë me ndërtim të lartë, kemi ndërtu shkolla, shtëpia me qelcandor, kemi ndërtu ujësielce, kanalizime për projekte të ndryshme, por kemi punu jashtëzakonisht shumë edhe për këforin Gjerman, këforin Austriak,
forin Zvicran dhe aty aja ka qenë piknisja e biznesit ton edhe një shtytje jashtëzakonisht e madhe për neve si biznes. Tasht me muqa solar kur fillove? Qysh lindi ideja Gjevat? Tasht me të ngucë pak, pi Vraniqit, mja nis me hin, 2000 me solar, ka të erdhë kjo burë? Ideja ka qenë kështu, krejt Suareka edhe gjysa Kosovës e njohin një motër të nderit, që tashmë aja ka vdek para një viti, ka qenë motra Johana Schwab, Erika, kur unë kam punu shumë projekte për motrën Johana dhe aja mu ka lut me vite që me shku në Austri me kry një trajnim të firma Sorenkraft, por në vitin 2005-2006 ka qenë e pamundur sepse kemi pas atë shumë punë që ka qenë e pamundur unë më shkput prej kompanijës për një javë dy me shku dikon me kry një trajnim dhe po aja ka insistu non-stop dhe në 2007 ka vendosur që të shkoj me kry një trajnim të tillë në Austri ku ka qenë për mu një trajnim mahnitës ku ne aty jemi trajnu për tek firma Sorenkraft kurse tash unë prej vitit 2007 e përfaqësoj kompaninë Sorenkraft zyrtarisht për Kosovë. Dhe aty e kam pasur sa me interes është paneli termik, por edhe paneli fotovoltaik. Dhe prej atëherë kam fillu, por kjo është një falenderim i veçantë i shkon të ndjerës motra Johana Schwab, edhe na falenderojmë se ka kontribu për Kosovë. Me ka ndihmu shumë dhe ka kontribu jashtëzakonisht shumë, aja ka investu miliona euro në Kosovë, ka ndërtu shkolla, ka ndërtu qerdhe, ka ndërtu shtëpia, ujësielëse, kanalizime, domethënë ka investu jashtëzakonisht shumë në Kosovë, por unë i vetëmi person kam qenë që ja kam kthy asaj më të mirë për shkak se ka qenë shumë e kënaqur me arritjet e mia, sepse kam filluar me Sorenkraftin dhe tash përfaqësojmë 10 kompani të huaja. I ki 10 kompani, domethënë 10 kompani muqa solar pe kejt Evropës, që janë më të mirat për energji solare, i keni të muqa. Ne i përfaqësojmë dhe kemi brendet që janë kompani që janë brand që i një e tërë bota. Dhe më thonë me teknologjinë më të fundit, Jemi më të fundit. Dhe më thonë sa i përket teknologjisë... Dhe që ka deal. Ne edhe sloganin tonë e kemi, le të paguaj djele për ju. Ka qenë, në momente kur kemi vendosur për këtë slogan, kemi hulumtu shumë dhe kemi mendu që kjo është slogani më i mirë mundshëm që mund të jetë për një kompani siç ne që jemi që 19 vite që mirë me sektorin e energjisë së ripërtërshme. Edhe është realitet që përmes panelit fotovoltaik apo përmes panelit termik, momente që investon, atëherë dielli paguën për ju, sepse i minison gjitha faturat. A i shomi pak që to, pak po kemi qef me i po? To kemi disa lloj të panelave fotovoltaik, ku po fillojmë me këtë panel. Ky panel është panel i rëndomt, edhe është i ndomë mes, ku në rast se rrezja e diellit, për shembull, ka vetëm pjesën sipër dhe këtu kemi hije, atëherë paneli operon vetëm kjo pjesë se kjo ka hije. Më herët, për shembull, te ky panel nuk ekziston ajo mundësi për shkak se nuk i ka këtë ndërprerje në mes. Momentin që kemi hije vetëm një pjesë të panelit, atëherë paralizohet i tërë paneli. Tash, teknologjia fundit ka ardhur thotë, okay, ne për na bën hija për shembull vetëm një pjesë të panelit, atëherë operon pjesa tjetër e panelit. Me maksimalizu prodhimin. Bravo. Domthonë kjo është teknologjia fundit dhe ne tani këtë sistem po e kemi në treg. Për mi avdhu ma thjesht njerëzve që po na kçyrin. Me sa që si panela arrin një shtëpi mi kry nevojat e veta. Verdimër po flas. Realisht Kosova ka një ligj ku thotë secila shtëpi mund të licencohet deri në 7 kW. Ne përveç që kemi projektimin, instalimin, mirëmbajtjen, ne kemi edhe legalizimin e shtëpive apo legalizimin e bizneseve ku mund të i legalizojnë. Nuk mund me vnu ti sot don. Në rast se e përdor vetëm për veti, po. Por në rast se don me u licencu, jo. Atëherë duhet me ditë janë disa parametra, disa dhona që na duhet. Po që i kryni ju. Do më thonë, na nuk kemi problem, don me marë drejtohet me ty njeri edhe... E kemi stafin që janë të specializuar në këtë drejtim që mirët vetëm me legalizim. Dhe ata e dinë saktësisht në bazë faturës që ne marrë tek një shtëpi apo tek një biznes, ne e dimë saktësisht sa ka nevojë ai biznes për solar. Një shtëpi normale në Kosovë. Realisht, shtëpijat në Kosovë janë 90% që instalojmë dikun 7 kW, edhe për 7 kW kena mundësi edhe me licencu.
për shkak se ligji i Kosovës A mjafton? E mjafton. Mjafton me kry mujin. Absolut. Mund me jetu një shtëpi në Kosovë pa u lidh me kekin heq. Dëgjoj. A kena ardhur që të pik halo? A o puna e dillit që nuk na i mundson që të sen? Shpesh herë na pyesin edhe na thonë që unë do më shkruat nga keci. Çashtu. Realisht kjo mund do, por kostet do të pasajnë shumë e lartë. Ne i thëmë që nuk mund të më shkyq për kecit, për shkak se nëse ju më garantoni që ka rrezet diellit non stop, atëherë mundi më shkyq për kecit. Por çka ndodh në rast se bie një javë diçka. Nalt po e shohin çati që e kemi mbush me panela fotovoltaik dhe me panela termik. Ata sipër dhe këta poshtë janë panela fotovoltaik ku prodhojnë energji elektrike deri 7 kW, kurse këto panelat në mes janë panelat termik, ku përmes ty në panelat termik ne e ngrohmi ujin sanitar, si dhe e mbështesmi ngrohjen qendrore përmes depozitit 800 litra që e kemi në shtëpi, por këtu përballë, në rast se ka mundësi me fokusu, ajo aty e zeza, ajo është pomë termike. Për shembull, në momentet kur kemi rrezatim të mjaftueshëm, poma termike nuk ka nevojë me punu, për shkak se ujin sanitar edhe dimit, nëse kemi rrezet e diellit nuk ka nevojë me punu, sepse edhe shtëpinë mund me nxe fal panelit. Veç pak u burnet hekën rreth edhe në rregull janë. Absolut. Okej. Tash këtu e ki që të venin e punës. Tash këtu, prej këtuit ka fillu çdo sen, prej këtuit, kjo është fshati Vraniç, prej këtuit ka fillu çdo sen, prej kësaj pike, edhe kjo është pika kryesore e kompanisë tonë dhe biznesi është. Edhe se ke hek bi shtëpisë halo. Jo kur, për Edhe shkak kur se hek. Jo. Ja ke po hojnë. Ja kemi po hojnë, edhe pse me hek, atin. Kjo Normal. është punturin ku ne e parapërgadismi konstruksionin apo pjesë tjera të çka i nevojitët stafit tonë për me e instalu. Na këtu kemi një sistem ku sot më keni gjetur të punu, ma herët për shembull e kemi një maqinë ku përmes kësaj ne e prejmë konstruksionin, për shembull, kjo vjen 6 metra e 20 e gjatë dhe ne këto e prejmë si mbas kërkesave që Që vjen vendit. Për shembull, përmes kësaj ne kena mundësinë me bë këtë trekëndshin këtu. Po marrim shembull. Sekond. Kjo këtu. Po du me demonstru shpejt që juve mos ju marr shumë kohë. E marrim shembull, kjo është poshtë dhe kjo vendoset tash në çati, në beton dhe kjo pjesë tash apo më ndihmon pak mua. Po. Banot pa, çështë më çështë? Ta marr zanotin. Jo, s'ka gale, veç aje që e merr zanotin. Dhe kjo vjen kështu. Kjo vjen këtu. Okej. Edhe na përmes kësaj Kjo montohet kështu. Përmes kësaj e kemi bë kondin dhe këtu tash vijnë edhe konstruksioni tjetër ku pastaj Edhe një kështu. Po, bravo. Edhe montohet tani pa lori kështu. Okej, që me rrogë. Kulme në çatit të rrashta na duhet edhe kjo pjesë. Edhe këtë pjesë jam të përgatitur sot për shkak se na në të honën i duhet stafit. Edhe shefi ja vën gati stafit. Shafit jo kanë punu stafit të ejtën dhe të prejtën dhe kam e për pak pa përfundu dhe tash unë për disa orë punë që i baj e përfundoj dhe të nesën mëngjes janë drejt nisën për teren. Me dojnë teren. Këtu tha ma herët që e morëm këto e fusmin në makinë dhe në mënyrë automatike makina pren ashtu si që japim na programit. Këtu mas shumë të Këto e ki me rrym. Po me rrym solare. Kjo punon krejt të çka po shihni. Këtu çka po shihet që funksionon përmes solarit. Tash momenti që e kemi prej këtu, atëherë e përpunojmë këto, e shpojmë vrimat ashtu që na vijnë. Këto janë edhe këtë pjesë është ajo që ne e prejmë, këto e prejmë, edhe kjo është për shembull një lidhse e mesme ku e lidh me panelin, e çesë një panel këne dhe një panel dhe kjo vjen mes dhe e lidh që mi mojt drejt. Po, perfekt. Jo po ma kap ka, ha? Po ajo ti, për ndryshe, kjo në rast është çatia me tjegulla, kjo e shpojmë tjegullën dhe futet në traj. Në traj, po. Edhe kjo del mbi traj, dikun inxhinieri e din që do të kanë dikun 5 cm mbi traj, për shkak se kjo gjatë dimit dhe gjatë verës mundet me qenë fleksibil që mos me thyj tjegullën. E tash, kjo pjesë janë këto. Për shembull për me kuptu. Okej. Tash sikur në perde që ishti. Po bravo, kjo është s'po më shti.
duhet pak fort, po kjo hin këtu, që s'po më është i hiq. S'ka gojnë. Edhe kjo është e mesme dhe kemi pjesë tjera që janë për shembull fundore. Tash i kemi me ngjyra, ka klient që thotë unë du të zezë, na e ofrojmë zezë, thotë klienti unë du gjyrë. Ja të dritën ku i shije. Po, edhe na gjitha këto i përpunojmë këtu në Vraniç, ku këtu ka fillu edhe biznesi i Muça Solar. Edhe një pyetje për fund. Patjetër. Sa gjeneron biznesi i Muça Solar mbrana vitit? Çakullimin e kemi mbi 2 milion, e sa tani prapë. Tani humbje fitimit Po, ja, humbje fitimin, për fat mirë nuk kemi pas humbje asnjëherë. Por ne jemi në ngritje vit për vit diku 20% me ato që në vit që lëna. Çdo vit, edhe kjo na ban neve krenar, na ban mundi mirë. Përveç kësaj, ne Muça Solar çka ofron, ne kemi marrëveshje me, ndoshta shumë me rëndësi me ditët që ne kemi marrëveshje me UP-n, domethënë me Universitetin e Prishtinës, ku studentat që janë para diplomimit vinë kryn praktik tek ne dhe ne çdo student e paguajmë me pagë minimale në nivelit Kosovës, jo që jemi të obliguar, por vetë si kompani japmi, dhe që është akoma më rëndësishme ose ne ju ofrojmë edhe nxënësave, për shembull në komunën e Suarekës, të shkollës teknike së Lorasi, vinë nxënësat kryn zanate, domethënë zanat 3 vjeçare, ku për ato 3 vjet ai nxënës që kryn të na zanatin është i gatshëm për treg. Është instalos me plot kuptimin e fjalës. Do thotë edhe kjo neve na ban me unik krenar, sepse ne po i ofrojmë edhe të rive mundësi për me u shkollu, edhe mundësi për me kry zanat, ashtu siç kryhet sot në Perëndim. Po mundohemi me të jemi me qenë sa ma... Me sistemin e Zvicrës, a? Ato, desha me thonë, domethënë na po mundohemi atë sistem që ka Zvicra, Austria, Gjermania, që ne si Kosovë i njohim vendet më të zhvilluar në nivel të Evropës, në atë sistem po mundohemi me promovën në Kosovë që me gëzu çdo i ri i Kosovës mundësinë edhe të drejtën e vet që me pas mundësi me u shkollu, me kry zanat dhe kur ta kryn edhe shkollën e zanat më kanë i gatshëm për treg punës. Por jo për treg punës me na ikë në Evropë, por ju bëjnë thirrje që çdo të ri të Kosovës, domethënë qoftë femër apo mashkull, që me shkry shkollën në Kosovë edhe me punu edhe me vepru në Kosovë. Na të falenderojmë shumë. Faleminderit juve shumë. Edhe me që të përmbyllë s'kena çka me thonë, më shumë shtu. Inshallah veç të ngojnë se këtia ka qitë mirë. Kjo është edhe një thirrje, mu ma ka qitë mirë edhe besoj që edhe neve na i qitë mirë. Çdo të riut që ka ambicie për punë, Kosova është vend i mundësive. A ka treg në Kosovë? Ka treg. Tregu çdo kund botë është i lohatur, domethënë edhe këtu në Kosovë, por ja që na mundemi me pas treg mjaftueshëm edhe me pas vetëm dëshirë për me punu. Në momentin që ki dëshirë me punu, çdo sen vjen venin e vet. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.